që t'jetë do vitë Greqia, ka 100 milion euro e ka do vitë pushetë, po çana e për 4 milion euro? Lidhur me çfarë realisht realizuam në pjesëmarrjen shumë të mirë tonën si vend pritës në panajrin më të madh të botës, që ishte ATP Berlin në ditët e para të marsit. Por le t'i kthehemi pikërisht shpenzimeve për turizmin, sepse edhe kryetitulli, tematika kryesore janë pikërisht ato. I lutem dhe një herë regjis grafikun 3, në gjykimin tuaj, zoti Cerenishi, dua ta nis me juve këtë pjesë të fundit. Por të kalojmë edhe te grafiku 4 dhe mendimin e regjis. Sa ka ndihmuar një dimension i ri i turizmit ton, krahas atij të detit edhe të plazhit, edhe ai i turizmit rural. Tani, ju e keni aty afër, besoj se pak metra më tutje mund të jetë edhe një bujtin. Tani, nëse në këtë industri ka një, ku di unë, një deg të turizmit që është shumë e vështirë, është agroturizmi. Është sfidë. Sepse është sfidë dhe unë i përulem me shumë respekt të gjithë atyre që kanë bërë këtë lloj biznesi, sepse e di se sa e vështirë është që të bësh një biznes, të hapësh një destinacion, ku di unë, qoftë në zonën e Durrësit, Skraparit, gjithandej, e don për të thithur turizëm, sepse është e lehtë për ta ndërtuar, po kush do të vijë aty, është shumë e vështirë për të bërë marketing. Në qoftë se unë, si hotel, plazhi, në pjesë në 3-4 muaj orë që e kemi të sigurt punën, këta njerëz janë heronjë, domethënë që e kanë shumë të vështirë për të bërë emër dhe për të thithur. Sigurisht shpikin punën, domethënë aq kaq e vështirë është të gjesh klientë. Ato janë një ndihmë shumë e madhe sepse janë krenaria jon, çdo turist kemi flet palosje të këtyre agroturizmit që janë bërë dhe jemi shumë të lumtur nëse ata domethënë preferojnë që një nga ditët e pushimeve kur shfletojnë ato flet palosje. Marrin me interes? E marrin shumë interes sepse nuk ka vendosin një ditë kanë ardhur me pushime një javë, po një ditë po shkojnë në agroturizm. Nuk ka turist, domethënë që nuk bën 2 ditë minimalja, domethënë që ose bën një gujit nëpër Shqipëri ose vetë në një agroturizëm, e cila domethënë sigurisht që do dhe pjesën e vet të marketingit sepse janë gujida të cilët domethënë duhet ta bindin edhe duhet të kenë një farë besueshmërie te pjesa e turistëve që vizitojnë hotelet tonë për ta çuar aty. Kështu që mendoj që janë aset shumë i rëndësishëm dhe duan megjithmonë meritojnë respekt të madh, domethënë për atë që kanë bërë për turizmin. Në ndihmë të hotelerisë ne kemi shumë ndihmë dhe krenohemi me punën e tyre. Agroturizmi, zoja Popa, se ju jeni specialiste me shumë, domethënë vite eksperiencë, në gjykimin tuaj, është një nën sektor me të ardhme të garantuar i turizmit ton, nuk po shikojmë vetëm ato të certifikuara, sepse janë ndoshta 1 në 5 në nivel të shifrave dhe shpeshërisë bujtinave dhe agrobizneseve tona. Pra, 13 që kemi 2022, duhet të shumëzojmë ndoshta me 5 e me 6, sërish gati 2 fishi në 2023, shikojmë shumë rritje e forte në 2024. Në gjykimin tuaj, do vi kjo, si thua, spirale rritëse për këtë nën sektor të turizmit? Po, unë besoj se po doja të sqaroja diçka që kur flasim për një biznes agroturizëm, në definicionin e vet, agroturizëm do të thotë të bësh turizëm në një fermë. Në një mjedis rural. Në një mjedis rural. Fermë që mund tjetë ferma. A me atë kapacitet që i kemi në fermat në Shqipëri, sepse në vënde ndryshme për shkak të kapaciteteve që kanë, sigurisht, ka një tjetër, po ka një tjetër pritshmëri. Me një pallat në fshat. Ta mbaroj se e tha shumë qartësisht, po doja të thoya këtë. Të kesh vetëm një godin në mes të fshatit dhe të ofrosh ushqimin, nuk do të, sipas përkufizimet të Organizatës Botërore të Turizmit, nuk nënkupton agroturizëm. Sepse individët të cilët udhhiqen nga kjo gjë, ato duan të marrin pjesë në veprimtarit që bëhen në një mjedis rural, le themi ne. Për shembull në fermë që ka lop, që ka pulat, që ka qingja, delat e meradh, apo që ka mbjelljet, apo domethënë mbjelljet apo zonën e kohës. Ka edhe fermë që ka kuaj dhe merren me hipizëm të pra çdo lloj. Dhe kombinimi, ajo që është modeli më i mirë, do thoja unë në Shqipëri, i agroturizmi dhe ku njerëzit bashkëpunojnë dhe secili kryen një veprimtari të tillë, është tek mrizi i zanave. I padiskutueshëm. Sepse të gjithë njerëzit në komunitet, është një model i cili jo vetëm që frymëzon,
por që lidh të gjithë komunitetin që të qëndrojnë atë vend dhe secili të bëj pjesën e vet. Jo të gjithë duhet të bëjnë të njëjtën gjë që bën Altini, se nuk apo sikundër në vendet e tjera. Pse? Sepse dikush që është turist, ai vjen për të shijuar çdo gjë që ka një destinacion i caktuar, qoftë ky rural, që mund të jetë dhe një fermë e një madhësie të madhe. Po ma diçka origjinale, diçka e fshatit shqiptar, e zonës. Dhe kjo duhet na bëj neve, pra, dhe njerëzit pastaj vetë komuniteti nuk konkuron me çmimin. Për shembull, nëse të gjithë do të bënim të njëjtën gjë, do të kishim vetëm pula, le të themi, nëse do të kishim vetëm kuaj e tjetër, atëherë një vizitor do shkonte dhe thoshte sa ke çmimin ti, sa ke çmimin, dhe do shkonte ke çmim më i lirë se thotë japin të njëjtën gjë. Ama kur secili ka një produkt ndryshe, ama i përqaset të gjithë zinxhirit që ka zona dhe turisti qëndron dhe më shumë sepse do provoj një aktivitet i cili është ndryshe dhe do shpenzoj dhe më shumë dhe secili do të mbetet i kënaqur për produktin që merr. Dhe kësaj i kthehem që dhe fuqia punëtore në atë rast do të ishte e kënaqur dhe nuk do kishte nevojë dhe të largoheshe, do të them nga Shqipëria, pse? Sepse të ardhurat do të ishin edhe më të qëndrueshme. E mbajnë, është magneti që i tërheq. Patjetër. Dhe të hapura në kohë dhe të rinj, po pse jo? Nëse ato kanë të ardhurat. Është një mënyrë për të mbajtur rinin në shtat edhe në mua më pëlqen gjithmonë që them një thënie që çdo ai është për qytetin, domethënë nuk mund të ketë turizëm në një qytet nëse nuk ka shpirt, pra i ka humbur, has lost his soul. Domethënë në një destinacion nuk mund të ketë turizëm nëse nuk ka njerëz, se kush është shpirti i një destinacioni? Eksperienca turistike është të përjetosh diçka. Patjetër, ne mund të bëjmë marketing me teknologji, ama nëse ne mbas të marketingut shkojmë dhe s'ka njerëz që të na shërbejnë, atëherë si unë do të shoh se si është njerëzit është kryesorja në turizëm. Pra, duhet ndarë, sepse ne me agroturizëm tani kemi quajtur çdo restorant që hapet si restorant dhe shton një pul apo dy gjela rrotull që ti ketë. Pallat në fshat. Ne kemi bujtinat, që është në formë batute zoti. Bujtinat, që është një pjesë e rëndësishme dhe s'ka të bëj fare me këto agroturizmet bujtinat. Janë edhe në traditën e shqiptarit që në fjalën bujtin do të thotë që përmbledh atë mikpritjen me bujt, me traditën, me zonën ku është edhe kjo bujtin, me mikpritjen jo thjesht të shqiptarit, po edhe njohjen e familjes brenda së cilës e dokeve, zakoneve, karakteristikave të zonës. Një historinë e gjyshërve, ngrohtësinë familjare. Gjen jetën e shqiptarit. Bujtina është pjesa tepër e rëndësishme që ndoshta do të duhej frymëzuar sa më e gjerë në përfshatra. Sepse është unikale. Unë i pëlqej këto restorantet agroturizëm, i pëlqej sepse shkoj si që shkojnë me mira e mira shqiptarë. Ama bujtina ju të reqë. Por fjala agroturizëm është ajo që përmëndi Nevila e para dhe dyta që duhet theksuar fort. Jo restorant që hajde të bëj një fermë, po një fermë... Jo pallat në fshat, jam dakord edhe me batutën e zotit Dervish. Një fermë e cila për të zgjeruar dhe për t'i dhënë jetë edhe për të promovuar produktet që prodhon, hap edhe një restorant edhe thot, te unë keni këtë, një kantinë e madhe, mund të hapi një lokal për qendër për shijimin e verave. Pra, agrobizneset të lidhura me kryesoren që do të kenë agron dhe turizmin që shtojnë për të dhënë vlera dhe për t'i dhënë vlera asaj. Një pyetje konkrete, në aktivitetin tuaj, se jeni shumë aktiv, keni më shumë kërkesat tashmë se sa më përpara për vizita në për këto agrobizneset, apo, agroturizmet, apo bujtinat? Shiko, keni më shumë njerëz që kërkojnë një ndalje, një devijim të itinerarit saktuar sepse filan bujtin apo filan nuk diskutohet, agroturizëm, sidomos pra keni dhe kërkesat tillë. Sidomos në ato itineraret jo klasike, që do të thotë, nëse ka një itinerar që shkohet në Theth, apo nga Përmeti
në Korçë. Një udhëtim me kanoe, për shumë. Një udhëtim i tillë që shkon në për itinerare jo klasike, që ka Shqipëria klasike në 7 ditoren, këto itinerare kanë të domosdoshme kombinimin e agroturizmit, jo thjesht për të ngrënë, si e theksoj, por një bujtinë, një restorant i cili ka dhe bujtinat apo dhomat për fjetje. Kjo ndoshta duke theksuar traditën, kjo ndoshta mund të ishte ajo që ka nevoj Shqipëria sot. Është momenti që ta... Sepse, si thash, janë disa itinerare të reja që do t'jen e ardhme e turizmit shqiptar dhe nuk përmëndet. Unë e përmënda përmet Korçë, është një rrugë jashtëzakonisht me të ardhme për lëvizjet individuale apo edhe në grupe pavarësisht. Përmet Korçë një gjë e pas zbuluar që duhet zbuluar. Një gjë akoma, sepse rruga sapo ka përfunduar, pra ka përfunduar një rrugë e cila këtë verë ndoshta do të ketë një zonë e virgjër për të zbuluar. Trendin e vitit. Po, jeni kritik për agroturizmin dhe për ultimet e bujtina. Kjo është drejtimi gabum, jeni optimist? Kjo është drejtimi gabum i trajtimit të potencialit të temës e turizmit rural. Unë kam pas mundësin të jem në pjesën e projekteve pionjere dhe ta ndjekë rrugtimin e zhvillimit rural, dhe deviacioni... Janë shtuar me erë? Deviacioni në agroturizm dhe në agroturizm të certifikum duke u marrë me investime betonit në fshat, është drejtimi gabum. Kam pas mundësi dhe mund t'jem në projekte dhe gjatë vitit fundit të vizitoj dhe të pakten të marrë me zhvillimin e produktit në zona si që është Dibra apo Kuksi dhe në Shishtavec. Dhe turizmi në zona rurale është një nërnoshta potencialet e fundit edhe për rinin për tjetu atje. Por turizmi rural pikrisht ka të bëjnë me angazhimin e popullsis atje në të gjithë këto aktivitetet turistike. Ka të që janë këthyrë? Pra, kemi emigrantë që janë këthyrë të shpjegojmë hapur një agroturizm. Të shpjegojmë ku ka problemi ma kryesor. Aktivitetet në turizmi rural përfshin të gjithë familjen. Pra, rinia që mundet me qenë me gujt, në ofrimin e ushqimit, apo edhe format të tjera të transportit nga me makinë dherë dhe transportit e mushka dhe tjera. Dhe kjo nështë është kombinimi në disa zona, sidomos në zona rurale pak ma të distancume, kombinimi ma i mirë me pjesën e bujqësisë. Rinia që është në ikje masive, turizmi ka një fenomen dëmon që mund t'ja plotësojnë pjesën sociale që e ka mangu të rinia dhe u përmëndet dhe nga këtu. Por, problemi është i tillë. Tek ne po diskutohet shumë për investime nga qytetin në fshat. Dhe problemi është i tillë. A ka shansë rinia që të mund të bëjnë biznes të shtëpia vet? Apo të pretendojnë se do jepet mundësia me punu kamarjer të ky që do vinë nga qyteti. Unë e verifikova dhe në disa për këtyne fshatra ku isha, ku për këtyne që punojnë në emigracion kishte investu dhe kishte bërë një restorant, po jetote në Londër, dhe nërkohë shteti, bashkia kishte nërtu një kompleks turistik dhe e kishte dhënë për menaxhim ati të Londër. Unë ku shkova, në shtatore gjeta myll, sepse nuk mund të menaxhojnë nga Londra biznesin, ashtu që s'mund të menaxhojnë nga Tirana në zonat rurale. Pra, turizmi rural nëse ne nuk kuptojmë që ne duhet të mbështesim sepse tha me të drejtë zoti Cerenishti, janë herojë. Pra, janë ngatrojnë në temën agroturizmit, ku ne kemi pjesa shqiptare ka nga pikpamja tregut, ka kënë kërkesa për të shku në restorante në periferi qyteteve, është në sektori sa ardhmes, ka nevoj për më shumë të rejtje për të rritë? Jo i së ardhmes, në turizmi rural, nëse nuk trajtohet me instrumentet e duhur në këtë pjesë... Paketa e maleve, i ndihmon apo se ndihmon? Jo, paketa maleve, e kemi diskutuar, nështë kam pas mundësi ta diskutojnë emisionet të tjera, është problematike përsa i përket instrumentet që ka zgjellë për të dhënë pronën dikuj që s'ka lidhje. Është një paket, por ndërkohë jemi në një periudhë edhe zgjedhore, do doja shumë shkurt me këtë që për të diskutojmë. Si e shikoni programet e partive kryesore që garojnë në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit, pjesën e turizmit? Janë të fokusuar të dyja partitë?
Nuk keni nuk parë i kam shumë ndjekur. reflektim. Më vjen keq, Nuk keni parë. do me thënë, nuk i kam ndjetur këto të politikës, sepse ndjek çështjet profesionale, pa tjetër, ndjek Ministrinë e Turizmit, çfarë bëjnë tjetër, po ndjek pjesën profesionale. Pjesën e politikës për turizmin. Dakor, jo, do t'i... politikat e turizmit janë të mira kur pa tjetër bëjnë nga qeveria, po jo Por pjesën politikës. politikën zgjedhore për turizmin. Zoti Cerenishi, pastaj zoti... Me thënë të drejtë, nuk se kam paras programin e Partisë Demokratike. Partia Socialiste është në vijim, do më thënë, i mësua paga shumë, do më thënë, se çfarë tendencë e ka. Situash konkrete PD-ja nuk e kam dalë akoma përse i përket pjesës Asë nuk e kam parë turizmit. pjesën e turizmit. Urojmë Urojmë ta shohim sa më shpejt. Ta shohim dhe të diskutojmë. Kemi një lloj pritshmërie. Pak zoti Bati, po shumë shkurt pastaj zoti Dervish. Unë do të shpresoja që dëgjonim më shumë për turizmin dhe me programe më të qarta, më të sakta, pa propagandë. Po juve vetë, keni marrë pozicionin se jeni dhe antar aktivi shoqatës tuaj, proaktive, pra që të qoni t'ju propozimet të dyja partive kryesore? Njësoj, sepse nuk ka fare pjesë anësie politike apo partijake. To janë parti që karojnë për pushtetin, pas 11 maj dhe është mirë që ta din dhe t'jenë të sensibilizuara për industrinë turistike. Fushata është ka që ashpër sa që ose do në thrasin për të në dhënë mënd, po mënd nga ju si zorë të pranojnë. Se nuk besoj se do në thrasin për të marrë mënd. Atere, pyetja e fundit për sonte. Zoti Dervishoj, një prognoz tuaj një lutem dhe për të gjithë antarët e kësaj tryeze të nderuar, për turizmin tonë gjatë këtij viti, tërësisht, apo i plotëson pritshmëritë ky i pranverës, sepse jemi në mes, në lulet pranverës, dhe sidomos sfida kryesore që kemi gjithmonë si do t'jetë turizmi veror 2026. Janë 3 pyetje brenda një pyetje, kërkojnë ndjes, po... Nga njekja, pra dhe vështirësia gjithmonë metet në analizën dhe kuptimin e të dhënave statistikave të turizmit. Nga 8 mujori nga korriku i vitit kalum, deri tani, nëse ne unë arrita më bana një përmbledhje të mesatare së rritjes dhe del 6.5%. Nëse duke me qenë se raportimi i ndryshimit të hyrjeve nga vendet të ndryshme nuk jepet periodik, i fundit mund të ishte i besoj nështë i tetorit, nështë edhe në janar, nuk jam sigur. Mos futemi në shifra se kemi edhe pak Kosova të minutat të fundit. Nga 15% që vjetori të 6.5% që 8 mujor, besoj se Kosova ka dhënë efektin më të madh në zbritje, në totale. Nëse do shohim kemi tregje europiane... Kurja e tregut kosovar. Pra, në mritje, në mritje. Dhe kemi parasysh që prapë në sezonin e verës nuk arrin të numrohen ai fluksi që nuk kontrollohet në kufi. Mos edhe një pyetje, Tregjet europiane, nëse do i marrim me radhë, pra kanë pas rritje. 20 deri në 30% dhe ato, kjo pjesë. Rritje dyshifrore, që është e rëndësishme. Dyshifrore. Sa ta paguajnë më shumë? Ne në rallë por duhet presim dhe duhet surnojmë dyshifrore pa diskutim. Pra nëse mesatarja botërore ka qenë 10%, ne 15% për nivelin që presim jena në rritje, ne duhet ta majmë. Po kjo nuk do t'jetë, ajo se çfarë shifet, nuk do t'jetë e lehtë, por nuk mund t'i marrim të mirëqena. Pra trendi është në zbritje. Nuk mund pretendohet, vetëm 2 vite kanë kënë 30% shatë... Po s'mu t'i kapër, sepse të zgjeruar baza. Tash është logika ekonomike. Ne duhet... S'mu t'i kapësh më 33%, si që kapen 2023. Me këtë loj prognozet të këtyne mujve të fundit, si dinamik, ne mund t'jemi, mund shkojnë njësoj si vitin tjetër, në 10-15%. Nuk është keq, si vitin e... Por, nëse ne nuk punojmë edhe me instrumente marketingu, si mas tregjeve që diskutume edhe pak ma përpara, nuk mund të kesh, do kesh fluktuacione. Pra një treg, një segment mund të ketë rritje, segmenti tjetër mund të ketë ullje. Zonja, po pa shifra i lutem, sepse kemi realizuar të i kaluar planin me mikun tonë, zotin Dervish. Unë mendoj që pa tjetër do ketë rritje, thjesht nuk do mendoj që ajo rritja mund tjetë e njëjtë, nëse do jetë e njëjtë si viti i kaluar do ishte shumë mirë, sepse ne jemi në një vit zgjedhor, edhe kur kemi vit zgjedhor, turizmi i biznesit, ne e dim që nuk ka të njëjtin fluks, pra të gjithë organizatat nuk organizojnë këto takimet e ardhjet e biznesit me radhë, derisa merr formë deri qeveria, se vjen vera, pastaj marrin pushimet edhe derisa formohet, domethënë shtatorën në Ameriko, kështu që do ketë atë luhatjen e tij,
po ndërkohë dhe bota vetë nuk është në momentin e vetë më të mirë, që se globale nuk janë si të kanë qenë. Ne kemi parë ato se si kanë ndryshuar gjithë çështjet e Ukrainat, do të thënë Europa po shkon, lindja e mesme, në mërzitën andaj shpresojmë që të vinë këta edhe vonë me pushu. Mund të jetë edhe një shans. Krahas krizës, kriza mund të japë edhe një shans. Kriza mund të jetë shanse sepse disa nga vendet kur thonë që kujdes kur të thonin Amerikë mund të kthehen nga ne, kjo mund të jetë një mundësi, oportunitet le të themi, nuk e di. Po do të thënë këto janë fjalët që pak të ndëgjojmë nëpër media, por kur buxhetet kryesore të vendeve shkojnë drejt mbrojtjes, do të thënë dhe ikin nga momentet e zhvillimit, do të thënë zhvillimit në vendet e ndryshme të Europës, ka një le të themi të sjell një skepticizëm se si do të jetë edhe gjendja ekonomike e vendeve, dhe sidomos kur Europa tani thotë që duhet bëheni gati, thotë qytetarëve vetë se si të merrni ushqime për rezerva dy kreditore për do të thënë që kjo në perceptim nuk është e mirë për dikë i cili do të jetë turist. Po kjo është vetëm, thash dhe njëherë, këto janë vetëm perceptimet tona, sigurisht duhet t'i shohim deri në fund. Po shpresojmë që t'jemi mirë dhe si viti i kaluar. Zoti Vati, si ju duket ky turizëm i pranverës? Ju jeni në kulm të aktivitetit. Shiko, dhe pastaj edhe pritshmëritë për sezonin veror. Ne kemi një sistem statistikor mbi bazën e cilit unë kam dy prognoza. Prognoza e parë që statistikat, jo vetëm për këtë pranverë, po edhe për vitin që vjen, nga 5 miliard unë e parashikoj të shkoj nga 5,6 në turizmit. Nga 11,5 apo 11,7 milion, unë e parashikoj të shkoj nga 13-14 milion. Rritje nga vitin vit, unë e kam bindje personale që ka. Nuk diskutohet që Shqipëria pëson rritje. Tani, sa turist do jenë, sa të ardhura do jenë, kjo është që duhet realisht qeveria ta mendoj për të pastruar sakt raportimet, për t'i dhënë sa më të sakta me qëllim që jo thjesht prognoza, po edhe strategjit, apo edhe ato mitet e gabuara që shpesh krijohen, shiko se Shqipërisë ju krijua overturizëm, o burra të dalim në protesta, të dalim në protesta sepse kemi më shumë turist, nga ana tjetër edhe ne vetë kemi problematikat tona, sepse kur dalim në për intervista shpesh, për të vazhduar atë tendencën e propagandës, themi kemi shitur 2025-ën, e kemi shitur dhe 2026-ën, dhe po shesim dhe 2027-ën. Janë shifra reale apo jo? 100% në një kohë kur koeficientët, siç e diskutuam në fillim, të shfrytëzimit, koeficientët e shfrytëzimit janë ke 18 të raportuara, apo s'mund të jenë më shumë se sa Kroacia 26%, dhe ne deklarojmë që i kemi 100% të shitura. Mund të jetë shitur, le të themi, gushti, apo gjysma e korrikut, po nuk është shit janari. Janari mund të ketë qenë 1%, ose s'ka pasur fare në një person. Ose shkurti, apo... Kemi thënë që fiton kure, do më thëmë, fiton lek, kur e ke mbyllur nga tetori, ta përsërisim prapë dhe në maj. Eksakt, por Shqipëria ka hapësirë, këtë dua të thëmë, pra të kesh prognozën që realisht Shqipëria mban shumë më shumë se kaq, larg shifrave 10 milion, 20 milion që mund të jenë edhe në për programe, Shqipëria ka hapësira shumë më shumë, sepse mjafto të mbushësh jashtë sezonit veror për plazhet, madje të bësh politika të tilla që ju kushton pensionistëve evropian më shumë të bëjnë pushime, më pak të bëjnë pushime në Shqipëri, se sa të rrojnë në për azile andej, sepse po që të bënë këto politika duhen... Ku ta gjesh që të nëmbushen hotelet tona? Duhen politika madhore, ku qeveria të ndërhyj, qoftë në fluturime, qoftë në subvencione. Me paketa subvencione. Me subvencione. Po të shikosh hotelet e plazhit të Spanjës, kam qenë vetë, janar, shkurt, mars, në vëndet e plazhit, mbush me pensionist, gjerman, francez, danez. Se subvencionojnë qeveria spanjolle? Bëhen politika ndoshta të përbashkëta të Bashkimit Evropian. Këto janë politika të mëdha që duhen studiuar për të ndihmuar sektorin
nuk është politike e madhe të themi nga 10 milion ta bëjmë 20 milion. Shumë kollaj, numëro çdo gur që hidhet, apo çdo njeri që kalon, çdo zog që kalon dhe na del. Të gjithë bjem dakord te pjesa që se 2024 kemi qenë skeptik që a do arrijë kjo shifër, domethënë të gjithë bjem dakord që 2025 do ketë një rritje shënësika, do ta ketë 15%, do ta ketë 10%. Domethënë për 2025 do kemi më shumë numër turistësh. Ajo që na shqetëson të gjithë dhe ne, që ta fillojmë nga e para është, domethënë a do të jemi në gjendje që këta turistë të ngelen të kënaqur dhe pritshmëria e tyre, domethënë atë që do marrin në Shqipëri të jetë më e madhe se sa pritshmëria e tyre, kjo domethënë duhet na shqetësojë të gjithë që kjo është sfida. Kjo është sfida, domethënë sepse numra me sa shohim ne, sepse dim vetë që kërkesa është më e madhe se ajo që ofrojmë ne. Dhe kemi më pak hotele se sa kërkesa që kanë turoperatorët. Atëherë kemi edhe një problem, se po flasim për nuk po flasim para 10-15 vjet që ishin vetëm turizëm patriotik, jemi në një turizëm që europian janë, por janë niveli mesatar dhe poshtë. Duhet të rrisim shumë shërbimet, sepse numrat, domethënë do të jemi të gjithë lutur ose të gjithë ram dakord këtu që numrat janë në rritje, nuk kanë si dy shifrore. Por ama është përgjegjësi më e madhe se si do ta përballojmë. Më e madhe si ta përballojmë dhe edhe një herë do rikthejmë përsëri te pjesa si do ta bëjmë, unë po flas për biznesin e turizmit bregdetar, si do ta bëjmë ne që sezoni mos të rrijë 90 ditë më, mos kemi qenë 45 ditë, kemi vajt 90 ditë, kemi vajt 190 ditë. Në një kompani e vogël ke vajtë 120, po është shumë e pak si ta arrisim ta bëjmë minimalisht 5 muaj sezonin turistik. Kjo është domethënë sfida që jam plotësisht dakord me Besnikun dhe po e bëjmë gjithë vjetor, pastaj është një domethënë siç është shija mbitor, është një mrekulli, është një. Po duhet ndihma nga ana e qeverisë. Po jo, po programe subvencion. Jo, po duan ekspert, duhet luani, duhemi të gjithë ne të japim një gjysmë mendimi sa ta pjekim mendimin se si bëhet kjo punë. Sepse kur i thua ti, sepse kur i thua ti qeverisë që duhet të japësh bonus për ato kompani që do sjellë ata pensionistët francezë, gjermanë, gjithë thotë në asnjë mënyrë. Aman kur kalkulon në fund fare kur bën shumatore, shpenzimet që do bëj ky turist dhe të ardhurët që do sjellin në vendin tonë janë shumë më të madhe se sa ai 20 euro që do marrin ata për personin për një turist që do rri 4 net qëndrimi. Ja vlen është një mrekulli, por do të ulet dikush me laps me letrë në dorë, edhe duke bërë kalkulimet deri në detaje. Zoti Dervishaj, zoti Vati, zonja Popa, zoti Cerenishti, faleminderit që ishit me neve sonte në Ekopuls. Neret. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.